Banorët e lagjes Skënderbej në Elbasan kanë dalë në protest këtë të martë duke denoncuar mungesën e zgjatur të energjisë elektrike, e cila prej 2 javësh ka ndikuar drejt për drejt edhe në furnizimin me ujë. Sipas tyre, situata ka prekur rreth 300 familje, duke krijuar vështirësi serioze në jetën e përditshme. Të revoltuar banorët shprehen se pavarësisht ankesave të vazhdueshme pranë OSHE, nuk kanë marrë një zgjidhje konkrete. Ata thonë se u është komunikuar se ndërprerjet lidhen me punime në rrjet dhe se furnizimi i plot nuk pritet të rikthehet para datës 4 maj, një fat që për ta nënkupton ditë të tjera pa kushte bazë. Mungesa e energjisë ka sjellë pasoja të menjëhershme në çdo familje. Anvisat hasin vështirësi në gatim dhe në ruajtjen e higjienës, ndërsa familjet me fëmijë dhe të moshuar përballen më rënd me situatën. Në të njëjtën kohë, mungesa e energjisë ka kufizuar edhe furnizimin me ujë, duke përkeqësuar më tej gjendjen. Ndikimi është ndier edhe në bizneset e vogla të zonës. Pronarët e dyqaneve ushqimore raportojnë se ndërprerjet e gjata kanë lënë frigoriferët jashtë funksionit, duke rrezikuar prishjen e produkteve dhe duke sjellë humbje financiare. Banorët theksojnë se problemet me energji në këtë zonë janë të përsëritura, por situata aktuale konsiderohet e papranueshme dhe sipas tyre mund të ishte menaxhuar më mirë me më shumë transparencë dhe alternativa furnizimi. Nga ana tjetër, operatori i shpërndarjes energjisë elektrike në Elbasan sqaron se ndërprerja lidhet me stakimin e fidrit numër 7 në nënstacionin kombinati i Drurit si pjesë e punimeve për linjën e interkoneksionit Bitola Elbasan Fier, një projekt strategjik për rrjetin energjetik. Sipas OSSH, po punohet për furnizim alternativ përmes kabinave të tjera dhe ndërprerjet pritet të jenë të përkohshme, të kufizuara gjatë manovrimeve teknike. Megjithatë, ndërprerjet parashikohet të zgjasin edhe rreth 6 ditë të tjera, ndërsa kontraktorit i është kërkuar përshpejtimi i punimeve. Banorët mbeten në pritje të një zgjidhjeje konkrete, ndërsa përballen çdo ditë me pasojat e mungesës së energjisë dhe ujit.